e trisht edhe tepër e dhimbshme. Kjo është 25 vjeçaria që u vron në Malishej. Jetlira Funiqi është 25 vjeçaria e cila u vron mbrëmjen e së diellës në Malishej, e cila sipas media thuhet që është vrarë nga burri i sajna, e cila Jetlira ishte shtatzar. Sinqerisht është tepër e dhimbshme, pasha zotin e madh. Me jetë po ja garantoj që prindrit tanë nuk na kanë mësue me i vra vajzat e dikonaj. Është gjendje alarmuese për gjithë secilin prej neve. Çdo e dyta grua po vrahet nga mashkulli. Jeni të na fliq edhe neve meshkujve të tjerë që jena në rrugën e Zotit. Sinqerisht zemra po m'dhem edhe është m'kaj zemra për këtë pjesë, sepse mu quhe me vra një femën që e ka fëmin të në bark, është seni ma i ranë si në këtë botë edhe në botën tjetër. Pasha zotin e madhë tepër që po na mon kjo tokë. Sinqerisht i na bo një vend që hatri disa sabive, disa fëmive të vogël është të na rujt e s'po na lëshon kjo tokë. Jeni për të merë. Nuk e ka pas tradit shqiptari me vra gruën e vetë. Nuk e ka pas tradit shqiptari me avra vajzën dikonaj. Nëse nuk ju shkon lidhja, amon ju kuft lenën, donë edhe gjone dikon tjetër. Jo mu quhe me vra, sidomos veç kur te menojsh me vra nonën e fëmis tënë që është e bartë në bark. Inshallah këfilëm, sepse është shumë gjendja të merë me këta njerës, me qiftin e kinaj personit që e ka vra këtë vajzën.